nga 209 metra katror sa ishin me parë, këtë vit konkretisht I kemi 699 metra katror. Si herë e kem pru një tavolinë, si është harta e Kosovës. Të gjitha I eksporton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërton shtëpi, ndërtesa deri në 13 kat. Kënaqësi e jashtëzakonshme. I kemi 27 kompani prodhuese, konkurruese në tregun ndërkombëtar, nga sektori I hidrorit me një përbërje të lehtë të sektorit të metalit, të cilat këto ditë edhe si Kosovë, por edhe si kompani janë të renditura krah shteteve të ndryshme ndërkombëtare dhe krah kompanive ndërkombëtare. Po të njëjtit janë edhe konkurrent tani me këto kompani, kjo për faktin se e kemi një bilanc pozitiv tregtar për këtë sektor. Dhe kjo është fal edhe kapaciteteve dhe aftësive të vetë kompanive, por edhe fal mbështetjes institucionale që në vazhdimsi po I bëhen shumë sektorëve, në veçanti ky sektor mbas këta dy sektor prioritar edhe strategjik themi. Vlen teksohet nëse kthehemi mbrapa në vitin 2022, ku atëherë kemi pasur 10 kompani prezente nga sektori, matjet që I bën të performancës që I bën kjesa me bizneset pjesëmarrëse, reflektonin që deri në 2.5 milion euro brenda një viti ose një viti e gjys